ti, unë kam pasur fatin e keq që të mbështesja Berishën. Ti ke fatin ndoshta të mirë të mbështesësh Albinin se ashtu gjykohet. A kupton, ashtu e gjykon ti. Unë nuk jam tagrin për të folur për politikat e brendshme të Albinit sepse nuk e njoh realitetin e Kosovës, e njoh me perceptim marr Sadrian, marr Tezën, marr burrin e Tezës. Të gjithë janë irracional, pra janë si to shpendi dy, janë në perspektivën e tyre. Siç mund të flasësh mua për Edi Ramën, unë do ta nxit ty, se nuk e kam qef. Në qoftë se është kështu siç thua ti, që populli e ka kuptuar që ky është sovranist dhe do kombin, jetoft dhe rënoft në 100 vjet tjera vetëm Kosova mos shitet. Unë kam problem, aq sa e njohun politike, me asociacionin e komunave serbe. Shtet paralel mrena shtetit, nuk duhet me leju bac. Nuk e lejojmë. Nuk duhet me leju protesta. O jo Albini, po shpendi me arnesër. Nuk e lejojmë. Që ti i puthe dorën sot, me thonë asociacioni, duhet me mdal kundër bace me mshty. Se kjo është, vlla jot me dal nesër. Me thotë do ta heqim këtë se na duhet me i dal kundër. S'ka fjalë, pajtona. Shkojmë me një argument, kërkoj falje shpejt. Po. Shkojmë me një argument. Mu sot më thirrë një burr, tha mu s'ma jep mendimin tënd. Tha për çto pasaporta që ka janë shën serbe. Hasha beshestat pa ditën e një populli im. A ka gjë më të bukur në botë? Si u ka pru punën serbe, se që ta serb 70% që janë Serbi janë shqiptar ortodoks. Shqiptar, nuk ka pas serb, ka erdhën ata serb. Shqiptar ortodoks. Jon. Thash ja u ka pru punën serbe, më ardhë me monë shtëtsin kosovare. Me mujtë këtë Serbinë ishtë i marrë me monë shtëtsin kosovare. Thash domi ka qenë nga këta, Edi Rama nga këta komandonta, si disa njerëz, që e shetën e bun biznes Kosovën, ku shkun 900.000 shqiptarë e kanë marrë në shtëtsin serbe. Kur jonë sot komandon 300.000 njerëz i kishë sot i kanë pasaportat serb. Bojnë biznes. Ku i ke avukat e njerëz në për Kosovë si janë biznesmena që e kanë qondën gjithë ditë rrinë për Serbi të i bojnë të i shqitë pronat, të i marë pronat tona që i kim bleka 3 herë, jonë të i bo biznes. Kjo është domi ma që pja bojnë. Albin Kurti është për hetë po që ka mbronë suverenitetin. Une, ku të rështojna mas Albinit, unë e di kur gjara mushi, është hero i gjallë, po nuk është politikan i mirë. Ende, pse biznesi, kjo është problemi madhë. Biznesi nuk njet bornijas, nuk e nje adhevnas, nuk e nje famin. Fmine vetë. Pra ndaj unë e këtyni ju në nështrona, këta e një impulsi shqiptarve. Ju i një nona junë, pa juve s'kem shtetë, s'ka Kosova si për shtetë. S'ka shtetë për Shqipni. E vërtet. Në përmes këtyne, në ka dhe shpresa mi e tu Kosova krajin e Shqipërisë, edhe është tano. Kosova krajin e Shqipërisë, edhe. Pa, Shqipni s'ka shtetë, s'ka jetë. Këtë shqiptarët kanë mu bashku në Balkan, ka më ndodhë, bashkimi kombëtar, ka më ndodhë. Se unë një gjë shqiptarë amerikanë kanë me prunë regullën në qëtë venë. Se ne e hubim, se jena të këqi, për interesa bëthër, pjerë sa jem. Po është qesim për një copë buket qesim. Bravo. Pra ndaj unë e mordë, me morë pjesë me dhonë një mesazh. Me dhonë mesazh këtyne djemve, e këtyne motrave e vajzave nëna tona që i kanë rritë të djemë. Krenorë, me bagazhën e tina, e kumë po hene kalume, vjen kesë nuk din dikush se jonë njerëz si shitën ka laj. Pra ndaj e du me fanatizm atë dhe në tim, atë dhe vemi jonë populli. Që më vinë mu gëuja thmija pa këtë popull, që më vinë, unë më skofsha, asë më zjetofsha. Pra ndaj mu më keni mas. Ko më orë, ati me hi, me nejt. Bravo, Dardogit. Am njeri se kam një mësave shumë special, po për shkak t'juve që dhe më thonë ishit të porë të nuk e po të aqore pa ju thirë, a i ka posë edhe një ftesë, thamë edhe ma herët prej antiterrorit në Shqipëri. Po. A i ka pas i ftesë, po ftesa është shndruar nga pyetësor në hetuesi, ka vajtur në kolegium që avokati i bënd të atyre. Pra avokati në orën e parë bën gjeologji, në orën e dytë i shpjegon teknikat, dhe në orën e tretë i thotë në gjirë një 2 fleqe para dhe t'ju mbaj tashi qa keni kuptuar nga leksione. Bravo, a eftoj? Me neve sonë të Altin Goxha a eftoj me Dardogitin. është antiterrori këtu? Faleminderit shumë, Pasha Zotit Goxha i kupton. Dardogiti e modë për Aldinin. Unë iki nga antiterrori dhe takoj luftetarët e UÇK-s. Dhe dua t'ju kujtoj një gjë shumë të rëndësishme për antiterrorin. Po. Në çdo regjim pushtues, ata që duan të luftojnë për liri konsiderohen terroristë. Po. Edhe UÇK-ja është konsideruar terroriste. Jam i lumtur të quhem terrorist nga një regjim që kërkon të zbrasë Shqipërinë nga shqiptarët, të sjellë kolonët nga Izraeli dhe sklerëve